Kush është qyteti i dytë i Kukësit? Ky qytet i dytë është ndryshe dhe ka mbetur dëshmi e të njëjtit regjim. Qyteti i dytë i Kukësit është qyteti nëntoksor, ose vend strehimi më i madh i ndërtuar në periudhën e diktaturës. I ndërtuar në formën e tuneleve me 10 radhoma, i projektuar për të mbajtur 15.000 qytetarë në rast të lufte. Ky ka ato fshehtësitë e veta, si me thonë, nuk ka qenë i njohshëm. Dhe është bon këtu shumë më e mirë se në vende tjera, sepse ne kena qenë kufi me Jugosllavi. Edhe ishte ditë rrugë me mbrojt popullatën në rast rrezik. Nëse Jugosllavi mund të gjejë në territorin tonë. Prandaj kjo është bon. Tani është vërtet që qyteti i Nëndeshëm është po aq i madh sa ç'është qyteti lart dhe që shihet sot? Qyteti i Nëndeshëm është bon për 15.000 persona. Po. Në 89-ën kur sistemi komunist mori qasin, ndërprej punin. Pjesa dormuese ka qenë e përfunduar. Mobilimi edhe sallatimi e diçka tjetër kanë ngel pa u ashtu. Ktu ka qenë një generator. Generatori nuk është i vetmi, ka edhe në vende të tjera, sepse si përfaqësia ka qenë e madhe dhe nuk e përmallë këtë dot me elektromobil. Ku është me vija kështu, gjëra luks, a ka qenë vetëm për oficerë. Kjo këtu ka qenë gumbullimi i oksigjenit, i ndrrimit të oksigjenit. Çdo hyrje pallati në Kukës ishte i lidhur në një mënyrë ose një tjetër me këtë qytet nëntoksor. Banorët thonin që planimetria e tij i ngjan atij që ka qyteti. Ky vend strehim apo qytet nëntoksor kishte spitalin e tij me 300 shtretër, kishte furrën e bukës, depon ushqimore, dushe e shumë dhoma që kishin funksione të ndryshme. Këtu dikur rrikin një ushtar, sepse teknologjia atëherë ka qenë e varfër, ka pas kamerë dhe ushtarë këtu monitorë këtë gjithë shka mesu. Është spitali i papërfunduar, ka qenë godinë e madhe. Është ujësjellësi që u flit ke për me marrë nga toka direkt që mos telmohet nga lart. Tjetër? Dushet janë këtu krejt këta. Sa porta hyrëse dhe dalëse ka pasur ky qytet i Nëndeshëm? Përgjithsisht tani sa çdo port kryesore ka qenë afër liçenit. Çdo port kryesore? Çdo port kryesor ka qenë, domethënë, dalja si mundet me pas për plasë të mëdha, duke me dalë te liçeni, domethënë afër liçenit. Ndërsa kjo këtu është dalje kryesore nga tuneli, që ishte menduar që edhe në rastin më të keq t'i strehonte këtu banorët deri në 6 muaj. Tani kjo ishte një dalje që zgjat shumë, besoj, jo? Zgjat kjo shumë, kjo është, domethënë, dalja që del 6-7 pika del qytet kjo. Del çdo lloj lagje, edhe del te bashkia, del te, domethënë, ku ka dalje në qytet, kjo mundet më lidhë. Pra ky është një lloj tuneli që të çon në disa pika dalje. Në gjitha pikat. Janë disa po të gjitha pikat. Okej, po tani besoj se është e zënë, dhe është vështirë për ta. Nuk është e zënë, po oksigjeni është limituar. Dhe duhen masa mbrojtëse për oksigjen edhe duhet uniform sepse mund të bëhen shtëpisë, nuk është i mobiluar. Por ndërsa ecim nëpër korridoret e ftohta të këtij qyteti të madh, nëntoksor, që ka disa hyrje dalje, kupton që çdo gjë ka qenë e mirë menduar me të gjitha kushtet dhe teknologjinë që kishte sistemi në atë kohë. Qyteti i Nëndeshëm është i ndërtuar double. Double e kupton double që do të thotë 2 pjesë. Kanë rregulluar e betonit, pastaj arrivesh. Por arsye bërthamore. Nëse edhe automi tu gjujkit në atë kohë, këtu kemi qenë të sigurt. Gjithmonë me teknologjinë e asaj kohe. Ne këtu kemi qenë garantuar. Ky qytet nuk vendos kurrë në punë, sepse vendi gjatë regjimit komunist nuk u sulmua asnjëherë. Megjithse këtu u bën ashtu siç e quajnë banorët,